ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Lavd falënderimet I takojnë Allahut krijuesit gjithësisë, Zotit botnave. Përshëndetjet, salavatet dhe selamet ja përcjellim të dërguarit të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall, rahmeti dhe falja e tij le të jetë mbi ne edhe mbi gjithë muslimanët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, së pari besimi dhe rregullat e besimit duhet të jenë në rend parë për çdo besimtar dhe besimtare, për çdo musliman dhe muslimane. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Ta forcoj imanin, besimin në zemrat tona. Na bëj për atyre që I kemi përvetësu njohuritë kryesore mbi besimin, që janë të rëndësishme për çdo besimtar dhe besimtare, sepse imani jon, besimi jon, bindja në Allahun azza wa jall nuk guxon me qenë imituse pa dituri dhe pa njohuri, pa ditë asgjë apo shumë pak. Por ne duhet dim shumë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atëherë, një kujtim shumë të shkurt dhe po kalojmë në temën në vazhdim mbi tauhidur rububie, njësimi I Allahut në zotrim. Çka do me thonë me njësu, një, me konsideru, me vlerësu, me bindje të plot që Allahu është një Zot, një krijues, një furnizues, një që jep jetë dhe vdekje, dhe është një që çdo gjë kthehet te Allahu subhanahu wa ta'ala. Me lejnë Allahu azza wa jall do të mundohemi këto njohuri dhe dituri ti thjesojmë që mos tjetë askush që nuk ka kuptu dhe nuk ka marrë vesh. Para se të hyjmë në temë, një kujtim shumë të shkurt të nderuar vëllezër besimtarë. Kushtet standardet e imanit janë 6. 1. Besimi në Allahun, 2. Besimi në melaike, 3. Besimi në libra, 4. Besimi në pejgamber, 5. Besimi në ditën e mratë, dhe 6. Besimi në kadan dhe kaderin, caktimin e Allahut azza wa jall. Kushtet e Islamit janë 5. Shahadeti, dëshmia la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, 2. Me fal namazin, 3. Me dhënë zekatin, 4. Me agjëru Ramazanin dhe 5. Me kry haxhin një herë në jetë ai I cili ka mundësi. 6 kushtet e imanit, standardet e imanit dhe 5 të Islamit janë këto, parimore dhe të rëndësishme që me lejen e Allahut azza wa jall mbi kushtet e imanit, besimi në melaike, pejgamber, libra e tjerë, inshallah do të vazhdojmë dhe do të shpjegojmë në ligjëratat e ardhshme pak më vonë. Ndërsa sot është tauhidur rububie, njësimi Allahut në zotrim ndahet në 3 pjesë. Në 1, njësimi Allahut në zotrim, 2, njësimi Allahut në adhurim ibadet, dhe në 3, njësimi Allahut azza wa jall në emrat dhe cilësitë e tij. Të nderuar vëllezër besimtarë, çdo njeri prej neve, çdo besimtare duhet ta ketë bindjen e fortë në Allahun, fa huwa rabbul alamin, ai është Zot I botnave.
Dikush mund thoje se a ka njeri I cili nuk e konsideron Allahun që ajo është Zot I botnave dhe Zot I gjithçkajt? Po mos kishin e nevojshme, Allahu Azza wa Jall nuk do të kish dërgu pejgamber dhe zbrit libra dhe nuk do të kish pas nevojë me ia mësu njerëzve besimin drejt. Po, njerëzit thonë Zoti, Zoti fuqiplot, Zoti krijues, Zoti ka fol, Zoti bon atë, Zoti bon këtë. Por një me bindje të fort në Allahun Azza wa Jall duhet me pas çdo besimtar. Pra, njësimi I Allahut në zotrim do të thonë ti o vëlla besimtar, I nderum dhe I respektum që jemi iman dhe besim. Konsideroje se Allahu, besoje, Allahu është Zoti jot. Ne e falenderojmë Allahun për Zot botnave. Çdo njeri që prej neve që e fal namazin thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimi hamdi I takon Allahu Zot Rabbul Alamin, Zoti botnave. Allahu I lartësuar në një ajet tjetër Kur'anit thot Kul e gajrë Allahi ebdi rabben wa hua rabbu kulli shay. A thu mosu me e konsideroj një Zot tjetër jashtë Allahut ja Zotit. Wa hua rabbu kulli shay, kurse Zoti është ai është Zot I çdo gjaje. Wala taksibu kullu nafsin illa alejha. Çdo kush që ban për vete. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dhe Allah thot dhe askush prej juve nuk e bart barën e tjetër kujt. Çdo njeri e bart barën e vet. Thumma ila rabbikum marji'ukum. Dhe më pas ju keni mu kthy te Zoti juaj, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dhe Allahu kur të ktheheni në ditën e gjykimit, Zoti juaj, Allahu thot fayunabbi'ukum, ju informon, ju kallzon, ju tregon se çka keni pas në dynja, për çka nuk keni pas mundësi ju mu marrë vesh. Kjo është Zoti jonë që ne të nderuar vëllezër besimtar. Jo thjesht vetë ndalemi se Allahu është Zoti, Zoti e ka kriju qiejt tokën, Zoti e ka bëket, Zoti e ka bëket. Por ti duhesh bindje me pas të fort në Zotin ton, se ti, unë, ajo, ata të gjithë kanë me u kthy te Zoti. Kemi me u kthy te Allahu dhe Allahu për punë tona në dynja na tregon se çka kemi bo. Për punë tona në dynja Allahu na tregon në ditën e gjykimit sepse na nuk kemi pas mundësi mu marrë vesh me zvete njerëzit në dynja. Të nderuar vëllezër besimtar, ai I cili e ka këtë bindje të paluhatën në Allahun Azza wa Jall, punët e tij në dynja pak kanë mu konë ma mirë dhe ma rregull. Dhe besimtarët musliman përderisa janë që gjendje, është rezultati mos bindjes tyne në Allahun Azza wa Jall, në ato raste dhe momente kur njerëzit besimtarët musliman t'i kthehen Zotit vet dhe Zotin e vet e konsiderojnë për një me Zot vetin, Allahu Azza wa Jall e përmison gjendjen e tyne. Allahu e përmison gjendjen e muslimanëve kudo që janë. Njësimi I Allahut në zotrim do me thonë Allahu është krijues I çdo gjaje. Allahu krijon. Allahu ka kriju. Allahu është krijues I çdo gjaje. Allahu I lartësuar në Kur'an thot: "Wa khalaqa kulla shay." Allahu ka kriju çdo gjë. Khaliqu kulli shay'in fa'budu. Krijues I çdo gjaje, adhuroni Allahun. Adhuroni krijuesin e juaj. Besoni Allahun, bëni ibadet krijuesit juaj, që ai është krijues I çdo gjaje.
Njësimi Allahut zotrim të nderuar vëllezër besimtar do me thonë Allahu është zotrues i gjithë pushtetit. Allahu në Kur'an thot Kulillahumma malikel mulk. Thuaj o Muhammed njerëzve bonja me dije se malikel mulk Allahu është zotrues i gjithë pushtetit. Çdo pushtet është në dorën e Allahut. Allahu e zotron. Tu'til mulke men tasha. Allahu ja jep pushtetin kujt të doje. Wa tanzi'ul mulke mimmen tasha. Ja merr pushtetin prej dorës kujt doje Allahu. Wa tu'izzu men tasha. Allahu e lartëson e ngrit këtë doje. Wa tudhillu men tasha. Allahu e nënçmon e injoron kënd të doje. Bjeti kel khajr. Çdo hajr dhe mirësi është në dorën e Allahut. Inneke ala kulli shay'in qadir. Ti vërtet o Zot je i gjithfuqishëm për çdo gjë. Të nderuar besimtar, vërtet duhet ta kemi bindjen dhe imanin fort në njësimin e Allahut zotrim se pushteti dhe gjithë pushteti i takon Allahut. Kujdoja e kujdoja men. Këndo Allahu e lartëson me iman dhe besimtarin. E nënçmon dhe ignoron ati cili nuk beson dhe qafirin kundërshtarin e dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë ta kultivojnë dhe të mësojnë më tepër për njësimin e Allahut zotrim se gjithë pushteti i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër besimtar, Innehu huwa ar-Razzaq. Allahu subhanahu wa ta'ala është furnizuesi vetëm që ty ta jep rrezikun ta sjell i darën. Furnizon me të mirat e veta Allahu që i ka kriju. Inna Allahu huwa ar-Razzaq. Allahu azza wa jall është i gjithë furnizues dhe është furnizues i vetëm dhul quwwatil matin dhe Allahu azza wa jall është i fuqishëm dhe i plot fuqishëm. Të nderuar besimtarë, Allahu është ai i cili i sjell njerëzve dobi kur ata e kërkojnë dobin. Allahu azza wa jall i sjell njerëzve dëm kur ata e lipin dëmin me dëshirën e vet. Allahu azza wa jall është ai i cili jep jetën dhe Allahu azza wa jall është ai i cili ta jep vdekjen. Allahu i lartësuar në Kur'an thot Kejfe tekfurune billahi wa kuntum emrata. Si o njerëz po e mohoni Allahun? Si nuk po e besoni Allahun azza wa jall kur ju nuk kishit jetë, nuk kishit në dynja? Fa ahyakum dhe Allahu ja dha jetën. Thumme yumitukum do t'ju vdesë edhe njëherë. Thumme yuhyikum edhe njerë ka më ju rinjall. Thumme ilejhi turgjaun dhe ta Allahu keni me u kthy. Dhe kejtë fund të nderuar vëllezër besimtar, çdo gjë i takon Allahut dhe çdo gjë kthehet tek Allahu azza wa jall. Walillahi ghaibu s-samawati wal ard. Allahu azza wa jall do çdo e mshet. Çdo mshetsin që e dhe tokë është e Allahu azza wa jall. Ilejhi yurja'u al-amru kullu dhe te Allahu çdo gjë kthehet. Fa'budhu, adhuroje dhe boni ibadet, wa tawakkal alayhi dhe mbështetuna Allahun subhanahu wa ta'ala, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dhe Allahu nuk është i pakujdesshëm në atë çka ju e boni. Të nderuar vëllezër besimtar, këto mësime dhe këto njohuri që u dhanë deri më tani kanë të bëjnë me njësimin e Allahut zotrim. Pra, na besimtar duhet me bindje të plot dhe të fort Allahun ta besojmë se ajo është Zoti jonë. Ajo është krijuesi jonë, ajo është furnizuesi jonë, ajo është që na jep jetën dhe vdekjen dhe çdo gjë te Allahu azza wa jall kthehet. Atëherë, nderuar i vëlla besimtar, Allahu azza wa jall ka nderuar me mendje që ti të mendosh. Allahu azza wa jall ka nderuar me sy që ti me pa.
Allahu Azza wa Jall ka nderuar me vesh që ti më ndëgju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.